إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm tek ai mbështetemi dhe falje për gabimet tona prej Allahut kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë posti. Si dhe salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta, ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, Allahu subhanahu wa taala kur ka kërkuar prej besimtarëve të nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala me besim dhe me praktikimin e fesë islame, ka kërkuar nga ata që këtë besatim të dhënë dhe Allahu subhanahu wa taala ta vazhdojnë deri në momentin e fundit të kësaj jete. Allahu ka kërkuar edhe prej pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai si pejgamber ja ka përkujtu Allahu azza wa jalla atij duke i thënë wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Allahun azza wa jall derisa të vijë vdekja. Çështja e adhurimit të Allahut azza wa jall nuk është çështje e përkohshme. Nuk është çështje që muslimani të jetë, sikurse që thuan, musliman sezonal. Për disa çaste, për një muaj, 2-3, një vit, 2, të adhuroj Allahun azza wa jall e më pas të kthehet jetës së vjetër, jetës së ignorancës, jetës së xahiljetit. Për ta shijuar njeriu, besimtari, ëmbëlsinë e imanit, një prej 3 kushteve është që ta urrejë të kthyer në xahiljet, në ignorancë, në kufër, ta urrejë mosbesimin, sikurse që urren me u hudh në zjarr. Allahu azza wa jall pejgamberëve dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka bërë të urryer mëkatin. Ja ka bërë të urryer mosbesimin, kufrin. Besimtarët e lusin Allahun azza wa jall që t'ja bëjë të dashur imanin dhe veprimet e imanit, ibadetin, dhe lusin Allahun azza wa jall që të jenë sikurse sahabët që i ka bërë Allahu azza wa jall të urryer kufrin dhe daljen prej fesë dhe mëkatimin dhe Allahu subhanahu wa taala. Nëse njeriu ndihen mall për mëkatin, kjo është një shenjë që Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me atë njeri, sepse Allahu me kë është i kënaqur, ja bën të urryer mëkatin në zemrën e tij. Andaj, çdo kush që nga e kaluara është të penduar, duhet të pendohet në imsin nga çdo gjë që ka të bëjë me të kaluarën e ignorancës. Me të kaluarën ku nuk ka qenë udhëzuar dhe ku i ka bërë Allahu subhanahu wa taala mëkat. Allahu azza wa jall ka kërkuar nga besimtarët që tërësisht të hyjnë në Islam. Tërësisht të dorëzohen Allahu subhanahu wa taala e jo pjesërisht. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" A mendojnë njerëzit që mjafton veç të thonë ne i besuam Allahut azza wa jall dhe të lihen pa u sprovuar? Ne i kemi sprovuar popujt para juve, kështu që
të shikojmë se kush është prej tyre i sinqert dhe kush është prej juve gënjeshtar. Pra o vëllezër të dashur, kur njëri u hyn në Islam dhe kapet dhe udhëzohet për fenë e Allahut subhanahu wa taala, ai padyshim që do të ketë sprova. Do të ketë sprovat nga më të ndryshmet. Nëse ka qenë i famshëm, do ta humbë famën. Nëse ka qenë i pasur dhe i mahnitur pas pasurisë, ndoshta do sprovohet në pasurinë e tij. Nëse ka qenë i heshëm, ndoshta duhet mu largu prej disa gjërave që i ka hieshu vetën. Me disa frizura, me disa ngjyra, me disa tatuazhe, me disa gjëra, tashmë ato duhet me i braktisë të gjitha. Ndoshta edhe familja do ta urrejnë, pse ai është udhëzuar në rrugën e Allahut azza wa jall, sepse më duhet mi thënë stop mëkateve. E një gjë të tillë familja nuk e dojnë ndoshta, sepse ata nuk janë të udhëzuar. Dhe kështu që njeriu e humb ndoshta edhe pasurinë, e humb ndoshta edhe familjen, sikurse që ka ndodhur kjo gjë edhe me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë sprovuar dhe i kanë humbur më të afërmit e tyre. Duke u nis nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të afërmit i ka pasur kundërshtar dhe armiq më të mëdhej. Për shkak dinit, për shkak dashurisë dhe Allahut subhanahu wa taala që kanë pas dhe për shkak praktikimit të fesë, sepse halalit i kanë thënë halal dhe haramit i kanë thënë haram. Dhe kështu duhet të jetë besimtari. Nëse dëshiron me triumfu, duhet me bë sabër fillimisht, duhet me duru, derisa ti kompenzon të gjitha këto Allahu subhanahu wa taala. Pas vështërsive vijnë lehtësimet, por a janë ata besimtar duke bërë sabër? A janë duke duru ndaj sfidave, ndaj sprovave? Këtu kërkohet pra prej çdo besimtari të jetë vigjilant. E arsyet o vëllezër janë disa shkaqe. Janë disa shkaqe, disa elemente të mbrëmshme dhe të jashtme, gjë që e bën njeriun me shupej dhe me u dobësu, edhe me u fut përsëri në rrugën e devijimit, me u kthy të kaluarës. Prej shkaqeve të brendshme vëllezër të dashur është dobësia e sinqeritetit, dobësia e bindjes. Ndoshta dikush udhëzohet për shkak rrethit që e ka, edhe entuziazmohet edhe ky, edhe futet në fenë e Allahut azza wa jalla ashtu me entuziazëm, edhe ai i cili futet shpejt e shpejt me entuziazëm, nuk është të çuditshë që edhe shpejt e shpejt ftohet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: Inna hadha ad-din matin fa awghil fihi bi rifq. Kjo fe është fe e ndihshme Allahut subhanahu wa taala. Andaj kur të hysh në fe, shkel dal nga dal, me hapa të sigurta, mos u fut më një herë atë ashtu, thell, edhe me imshu, me entuziazëm e me eufori, sepse sharon. Edhe kjo fe duhet që njeriu kur të kapet për fenë e Allahut subhanahu wa taala, të kapet fort për fenë e Allahut azza wa jalla, i sinqert, për hir të Allahut subhanahu wa taala, e jo për shkak famës, jo për shkak që të jem unë pra viral në për media, e të kem sa më shumë klikime, e të flas për fenë e Allahut azza wa jalla, sikur se me qenë ndonjë mufti apo ndonjë hoxh me nam, e me famë të madh, që njihet, por duhet që kur të pyetesh për fenë ishta me thënë, unë kam hallin tim, brengën time, kam akoma për me mësu për fenë e Allahut azza wa jall. E jo për derisa të pyetem edhe të përgjigjem sikurse me qenë Google. Por kur ulemat e mëdhej kanë hesht, e kush jemi ne që mos me hesht kur të pyetemi për fenë e Allahut subhanahu wa taala, apo kur pyetemi për çështje
madhështore të kësaj fesë. E dyta, vëllezër, për shkaqeve të brendshme, është mungesa e dijes fetare. Njëri kur të futet në fe, kur të udhëzohet, duhet që sa më shumë t'i pyes hoxhallarët dhe të merr diturinë nga ata. Dhe të lexoj për fenë islame dhe të prezantoj në për ligjërata, sepse për të vazhduar këtë fe duhet njeriu vazhdimisht të pajiset, vazhdimisht të furnizohet me dituri. Sepse imani vyshket, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vjetërohet, sikur se vjetërohen edhe rrobat tuaja në trupin tuaj. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ripërtrini imanin në zemrat tuaja. E ripërtrirja e imanit bëhet duke qëndruar në mexhlise, në ndeje të diturisë dhe duke lexuar dhe duke mësuar për fenë Allahut subhanahu wa taala. E treta, o vëllezër, është shkaku i tretë që njerëzit devijojnë, është përtacia dhe bezdisja. Njeriu bezdiset ndoshta nga ai adhurim, sepse kanë filluar elementet e ndikimit të shejtanit. Kanë filluar elementet e të përmallimit ndaj të kaluarës. Edhe vjen e dal nga dal, dobësohet dhe bezdiset nga ato adhurime. Fillon ato adhurime me u dok të vështira, me fal namaz, me ngrit më herët në mëngjes, e 5 herë në ditë, e me shku me fal namazin me xhamat, e dhikri, e leximi i Kuranit apo dëgjimi i Kuranit, i dokën të vështira. Dhe Allahu ka thënë në Kur'an, wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Çështjen e faljes së namazit, Allahu azza wa jall ka thënë, është çështje shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Falja e namazit është shumë e rëndë përpos njerëzve të nënshtruar të devotshëm. Këta nuk e kanë vështirë me fal namazin dhe mos gjuherët dhe me i fal në 5 kohët e namazit. Por ata të cilët kanë, Allahu na ruajt, dyftyrsi, munafiklëk në zemër, çështja e namazit atyre i duket e vështirë. Shkaku i tjetër, vëllezër dashur, është mos kontrollimi dhe mos llogaritja e vetvetes. Njeriu duhet të analizoj veprat e tij, punët e tij, se ku jam, çka jam, çka kërkohet prej meje. A jam indikuar nga fama, a jam indikuar nga sëmundjet e zemrës, ku dëshiroj që njerëzit më shohin se çka unë jam duke vepruar, ku dëshiroj që njerëzit të miren me punët e mia. Apo jam i devotshëm sa duhet, apo nuk jam. E ku jam? Duhet që njeriu vazhdimisht ta llogarisë vetveten e tij, sikurse që interesohet dhe llogarit çështjet e tij financiare, dhe vazhdimisht i kalkulon dhe shikon se ku jam dhe çka jam, me fitim, apo kam fitim apo nuk kam fitim, dhe më shumë duhet të interesohet për vetveten e tij, për qëndrimin e tij, karshi imanit, karshi Allahut subhanahu wa taala. Dhe shkaku i pestë i brendshëm, vëllezër të dashur, janë mëkatet e fshehta. Janë mëkatet e fshehta. I ka mbetur ndonjë mëkat nga e kaluara që akoma nuk është penduar nga ai mëkat. Para syve të njerëzve ka dalë si i penduar dhe shoh njerëzit si i penduar, por akoma ka një mëkat që ka një lidhje me shejtanin përmes atij mëkati. Dhe me atë mëkat e hidhron Allahun subhanahu wa taala dhe dal nga dal fillon ai mëkat me urrit dhe me dobësu imani i tij, e kështu të marrit deri tek devijimi. Allahu na ruaj, Allahu na përmirësoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salat e selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të përmendim
edhe disa shkaqe të jashtme që ndikojnë në devijimin e një të udhëzuari. Prej shkaqeve të jashtme, e para është shoqëria e keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që ta zgjedhim shoqërinë, sepse ka thënë njeriu qëndron dhe është në fenë e shokut tij. Si i ka shokët, ashtu edhe ai do t'jetë. Do të ndikohet si për të mirë e si për të keqe. Shpesh herë njeriu udhëzohet, por nuk ndahet nga shoqëria e tij e devijuar. Rrin me ata me pretekst që unë të ndikoj tek ata. Ky akoma nuk është i fuqishëm dhe i fortë me iman për vetveten e tij, por i bën vezvese shejtani dhe i thot që ti qëndro me ata shok, sepse ti si je udhëzuar ti, andaj do të udhëzohen edhe të tjerët. Ti të ndikosh që ata të tjerët të udhëzohen. Dhe rrin me ata shok që me ata ka qenë bashk në neje ku i kanë bërë mëkat Allahu subhanahu wa taala. Ku kanë qenë bashk kur nuk kanë falë namaz, ku kanë qenë bashk kur kanë pi, kur kanë qenë bashk kur kanë përdor gjëra të ndaluara. Edhe përsëri rrin me ata derisa ata fillojnë dal nga dal, të marrin nga energjia e tij dhe ky të jetë vetëm se material harxhues dhe kthehet në të kaluarën. Kthehet në veprat e ignorancës. Treta vëllezër, tjetra është sfidat që i paraqiten njeriut kur është viral, siç e përmendëm, ndikohen nga mediat, e thrasin, bisedojnë me te, dëshiron me qenë viral, sepse emocionet i ka të përzira, akoma ka gjahiliet në zemrën e tij. Akoma dëshiron që të jetë i klikuar dhe i shikuar, vazhdimisht kthehet në incizimet e tij, në videot e tij, me pase sa klikime ka, sa like ka, sa komente ka, edhe çështja e tij, domethënë imani i tij është i lidhur me rrjetet sociale, edhe kjo nuk ka të bëj me udhëzimin e tij të pastër. E treta është mungesa e një ambienti të shëndetshëm. Pra nuk rrin me njerëz të udhëzuar, nuk rrin në për xhamia, nuk prezanton në për ligjërata, tërhiqet dhe largohet, edhe e ka plan pra ajo frima e vjetër, edhe devijon nga rruga e drejtë. E katërta janë presionet nga shoqëria. Kundërshtime, sharje, sepse ky ka ndryshu tashmë. Ky është e udhëzu. Sharjet e tepërta, kritikat e tepërta, edhe dikur më dobësohet, sepse i mungon fama. Dhe dikur më lavdërojshin, e tash po më shan, edhe nuk e lidh imanin e tij me Allahun subhanahu wa taala, por përsëri dhe e bën një matje në popullat. Shikon, ata i merr për matës të sjelljeve të tij. A më shumë po më kritikojnë, apo më shumë po më lavdërojnë? Nëse nuk më lavdërojnë, kam shumë kritika, atëherë suni qëndron dhe i kthehet të së kaluarës. Po ashtu, këtu ndikon edhe pasuria, gjë që njeriu, siç tham, do të humb pasurinë dhe nuk mundet me gjetë tashti veten e tij më, sepse ai pasurinë që e ka pas përmes disa veprave që janë haram. E tashti si i udhëzuar nuk i lejon më t'i veproj ato veprime të harameve dhe të përfitojnë nga harami. Andaj edhe dobësohet kur e sheh që është mësuar me një jetë të luksit, kurse tashmë nuk ka jetë të luksit, edhe suni reziston këtyre gjërave, liget si besimtar i dobët, liget si burr që nuk ka qëndruar pra besnik si një burr, dhe më dobësohet dhe ndikohet nga këto shkaqe të jashtme. Dhe fundit, o vëllezër të dashur, janë
krizat emocionale. Dhe që disa njerëz janë të ndikuar emocionalisht. Nuk janë stabil emocionalisht. Nëse dikush është udhëzu nga të famshmit, edhe ky mundohet se ai u udhëzu, edhe unë mule të udhëzohem sikur se ai emocionalisht. E kur më ai njeri nuk është në skenë, apo nuk është në jetë, fillon edhe dobësohet, edhe nuk është interesant më për te, sepse ky ka qenë vetëm imitues, se nuk ka qenë i udhëzuar. Vëllezër të dashur, po e përfundojmë këtë hutbë me një rast të sahabeve. Në momentin kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte një tronditje e madhe në mesin e sahabeve. Sahabet u sillnin sikur se të çmendur. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka do të bëhet halli ynë? Nuk ka më shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. E kështu të me radhë. Edhe Omeri ishte njëri prej tyre. Dhe isa tha Omeri, kë e dëgjoj, duke thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, do t'ja këpus kokën. Nuk ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk deshti me i besu lajmit se ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ishte një gjë shumë e vështirë për ta. Por e ndali Ebu Bekri radiallahu anhu dhe mbajti një hutbë, një ligjërat dhe tha: kush ka qenë duke adhuru Muhammedin, Muhammedi ka vdek. E kush e adhuron Allahun azza wa jall, Allahu është i gjallë dhe nuk vdes. Andaj, o vëllezër të dashur, nëse jemi besimtar të Allahut azza wa jall. Nuk adhurojmë askë, as nuk e imitojmë askë. Ne jemi besimtar të Allahut dhe i nënshtrohemi vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe adhurojmë vetëm Allahun azza wa jall. E nuk ndikohemi prej adhurimit të tjerëve apo prej devijimit të tjerëve, siç ka thënë Allahu azza wa jall: la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ju nuk dëmtoheni kushdo që devijon, por derisa ju jeni të udhëzuar. Elhamdulillahi rabbil alamin. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na falë mëkatet. Aqulu qawli hadha wa aqimus salah, inna salata tanha al fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.